Shqipëria pritet të hyjë në një fazë të re zhvillimi për industrinë kinematografike dhe audiovizuale. Brenda vitit 2026 synohet të miratohet një ligj i ri, më i avancuar dhe më i përshtatur me realitetin aktual. Kjo, pasi ligji ekzistues, i cili ka vite në fuqi, nuk përmbush më nevojat e industrisë audiovizuale. Momentalisht jemi në hapën që kemi ngritur grupet pune dhe draftojmë draftet e para të ligjit kinematografik. Ai ligj i cili deri më sot ka ekzistuar që nga viti 96, por që sot nuk e përmbush më nevojat e një realiteti të ri të industrisë tashmë audiovizuale, jo vetëm kinematografike. Brenda vitit 2026 Shqipëria do jetë me një ligj të ri, me një ligj goxha më të mirë për kinematografinë dhe audiovizualin, dhe një ligj i cili kineman nuk do ta shohë më thjesht si një shpenzim i madh i buxhetit të shtetit, por do ta shohë si një fuqi e madhe, potencial i madh ekonomik. Në këtë kuadër u organizua edhe një aktivitet i parë i këtij lloji në Shqipëri, që solli së bashku zëra të rëndësishëm të kinematografisë dhe vendimarrjes europiane e ballkanike. Diskutimet u fokusuan jo vetëm në politikat e financimit dhe trajtimit që Europa i bën sektorit audiovizual, por edhe çështjet gjinore. Shqipëria, me thënë të drejtën, nuk e ka një trashëgimi kulturore strukturore, përsa i përket grave në audiovizual. Ndaj dhe arsyeja kryesore pse bëhet kjo konferencë, për të dhënë një vizion të përbashkët se si mund të ndërtohet një rrëfim ligjërat e re për gratë dhe vajzat në audiovizual. Kjo konferencë ndërkombëtare që synon të formësojë të ardhmen e kinematografisë në rajon, mblodhi në një tryezë të përbashkët zëra kryesor nga Shqipëria, Ballkani dhe Franca, duke krijuar një platformë të rëndësishme për shkëmbime institucionale, ndarje përvojesh dhe nxitje të bashkëpunimit ndërkufitar.